Përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin në këto ditë të kopshme për të ndarë ngjarjet më të fundit rreth artistit Shpat Kasapi. Të gjithë të trishtuar, të gjithë të tronditur për humbjen e jetës në mënyrën më të papritur të artistit të mirënjohur Shpat Kasapit. Pyetjet më të mëdha janë se kur do t'jetë funerali dhe a ka kthyer trupi i Shpatit në Maqedoninë e Veriut. Nga informacionet që unë jam munduar që të siguroj nga miq të afërt të familjes dhe nga shokët e Shpatit, kemi arritur të kuptojmë që lajmet më të fundit që vinë nga rrethi familjar dhe miqësor i Shpat Kasapit tregojnë se familja e këngëtarit ka udhëtuar me urgjencë drejt Italisë, aty ku ai ndroi jetë në rrethana ende të paqarta për publikun. Autoritetet italiane janë duke kryer procedurat ligjore dhe mjekoligjore, përfshirë autopsinë, e cila sipas burimeve pritet të përfundojë brenda pak ditësh. Vetëm pas marrjes së rezultateve dhe përfundimit të dokumentacionit, trupi i Shpat Kasapit do lejohet të transportohet drejt Maqedonisë së Veriut. Burimet e afërta konfirmojnë se familjarët janë të shokuar nga ngjarja e papritur dhe kanë të vështirë të pranojnë realitetin e rëndë. Trupi i artistit vazhdon të qëndrojë në Itali, ndërsa familja po ndjek hap pas hapi çdo procedurë për ta sjellë atë në vend të lindje. Atmosfera mes të afërme përshkruhet si e rënduar dhe tejet e dhimbshme, me familjarë që shprehen se ende nuk arrin ta besojnë humbjen e djalit, vëllait edhe artistit të tyre. Ndërkohë, miqtë të ngushtë të Shpat Kasapit kanë dhënë detaje që theksojnë se Shpati kishte një periudhë të ngarkuar me projekte dhe energji pozitive para ndarjes nga jeta. Ai gëzonte një marrëdhënie shumë të mirë me Selvien, partnerin e tij, me të cilën sipas burimeve kishte plane të rëndësishme familjare dhe profesionale. Miqtë tregojnë se Shpat Kasapi ishte i qetë, i përkushtuar dhe i fokusuar tek e ardhmja, duke planifikuar hapa të mëdhenj në karrierën e tij muzikore. Në fushën artistike, Shpati kishte nisur fazën përfundimtare të përgatitjeve për të marrë pjesë në edicionin e ri të Big Brother VIP Albania 5, projekt që ai e shihte si një rikthim të fortë mediatik. Gjithashtu, me datën në 10 të muajit të ardhshëm, ishte planifikuar publikimi i këngës së re bashkëpunim me këngëtarin Erik Loshi, një projekt për të cilin ai ishte tepër entuziast. Komuniteti artistik, kolegët edhe fansat në të gjitha trevat shqiptare po shprehin dhimbjen e tyre përmes rrjeteve sociale, duke e cilësuar humbjen e Shpat Kasapit si një goditje të rëndë për skenën muzikore. Në ditët në vijim, familja pritet të njoftojë publikisht datën dhe vendin të ceremonisë martore, ku pritet të marrin pjesë artistë, figura publike dhe një numër i madh i qytetarëve që janë rritur me muzikën e tij. Ëndra të cilat mbeten në mes, këngë të cilat do të dalin, por tashmë Shpati nuk është mes nesh, por do t'jehon zëri i tij. Shpati e ka patur të planifikuar që të jetë banor i Big Brother VIP Albania 5. Ai udhtoi drejt Italisë për të ndjekur kurat mjekësore drejt djalit të tij Roelit, për të takuar lokopedët më të mirë që Roeli të shërohej sa më shpejt. Ai në Itali ndodhej me bashkëshorten e tij Selvie Jao, të cilët ishin të pozicionuar në apartamentin e një mikut të tyre. Shpati është ndier keq që në momentin kur ka shkuar në apartament, por ka dashur që të pushon, por gjërat kanë ndodhur aq shpejt sa që mjekët nuk kanë arritur që edhe ta depërtojnë Shpatin në spitalin e Italisë, ashtu siç edhe ndoshta mund të kishte shpëtuar, por ndërsa intervenimi i parë mjekësor i është dhënë që në momentin kur mjekët kanë shkuar në apartamentin ku Shpati ka qenë i pozicionuar. Do të presim informacione nga familja, trupi i pajet është akoma në Itali, priten procedurat ligjore dhe autopsia për të dhënë edhe e drejta që trupi i Shpat Kasapit udhtoi drejt vendlindjes së tij.